dashuri dhe energji pozitive, Angjelusha Saliu shijon momentet me mërgimin. Pas martesës së shumë përfolur, Angjelusha Saliu po dëshmon se po jeton një nga periudhat më të bukura të jetës së saj. Këngëtarja e dashur për publikun shqiptar ka ndarë së fundmi një moment të veçantë me bashkëshortin e saj, mërgimin, duke i bërë ndjekësit pjesë të lumturisë së tyre. Çifti duket se ka zgjedhur të kalojë kohë cilësore në një ambient të ngrohtë dhe mjaft të këndshëm, ku po argëtohen duke luajtur një lojë. Në një çast spontan, Angjelusha ka fotografuar mërgimin gjatë lojës dhe e ka publikuar në Instastory, duke treguar anën e tyre të relaksuar dhe plot energji. Atmosfera duket mjaft pozitive, buzëqeshje, fokus në lojë dhe një harmoni që bie në sy. Pas martesës, dyshja po shijojnë çdo moment së bashku, larg zhurmës, por pranë njëri tjetrit. Fansat kanë vënë re se Angjelusha po rrezaton lumturi, ndërsa marrëdhënia e tyre po shihet si një shembull i bukur për çiftet e reja, bashkëpunim, argëtim dhe mbështetje reciproke. Me sa duket, për Angjelushën dhe mërgimin, jeta martesore sapo ka nisur me energjinë më të mirë, dhe momentet si këto vetëm sa e forcojnë lidhjen e tyre.